Sot është dita e parë e 30 të Shenjë Jozefit. Është dita për ta përforcuar devocionin ton ndaj tij. Shenjtja Tereza, me shkrimet e saj, duke u nisur nga vetë përvoja e saj personale, është njëra prej shenjtërve të kishës që më shumë kanë ndikuar në rritjen e devotshmërisë ndaj Shenjë Jozefit. Në fakt, deri në kohën e saj, Jozefi fati i Marisë, që kishte pasur dyshime për ta marrë nusën e vetë në shtëpinë e vetë, me atë mos besim të tij fillestar mbi misterin e mishërimit të Zotit, kishte mbetur në përshpirtërinë e kishës si një model të mos besimit. Por shkruan Shën Tereza e Jezusit në librin e jetës. Në atë kohë, unë mora si mbrojtës timin dhe pajtor të lavdishmin Shenjë Jozef, dhe ja besova veten atij me zell. Ky atë dhe mbrojtës i imi me ndihmoi në nevojen në të cilën isha, dhe në shumë të tjera më të mëdha, dhe në të cilat ishte në lojë nderi im dhe shpëtimi i shpirtit tim. Pash me qartësi se ndihma e tij që gjithmonë më e madhe nga sa kisha mundur të shpresoja. Nuk me kujtohet që deri tash ta kem lutur për ndonjë hir pa e pas marrë me një herë ata. Dhe është gjë që të çudit, të kujtoj të mira të mëdha që Zoti më ka bërë, dhe rreziqet e shpirtit dhe të trupit, për të cilave me ka shpëtuar me ndërmjetësinë e këtij shenjti të bekuar. Shën Tereza i është besuar Shenjë Jozefit në rastin e një sëmundje, e cila kishte lënë pasoja të veta të rënda në trupin dhe në shpirtin e saj. Pasi mjekët e tokës nuk i kishin dalë Zot për ta shëruar, Tereza kërkoi ndihmën e mjekut qellor, me ndërmjetësinë e këtij shenjti të madh. Shenjë Jozefi jo vetëm i vlejti për shërimin e trupit, por sidomos për atë të shpirtit të saj. Pasi fala saj devotshmërie, dal nga dal, Shën Tereza nuk u ngrit vetëm nga shtrati, por edhe nga mëkati dhe nga gjendja e saj shpirtërore kaq të lodhur. Vion Shën Tereza. Nga përvoja e madhe që kam për hire të Shenjë Jozefit, do të doja që të gjithë të bindeshin që të ishin të devotshmit e tij. Nuk kam njohur njeri që të jetë vërtet i devotshëm i tij dhe t'i bëjë ndonjë shërbim të veçantë pa bërë përparime në virtyt. Ai e ndihmon shumë atë njeri që ja beson veten atij. Është tashmë prej disa vitesh që në ditën e festës së tij unë i lyp ndonjë herë dhe gjithmonë ma ka plotësuar. Nëse kërkesa ime nuk është aq e drejtë, ai e ndreq për të mirën time më të madhe. Kërkoj veten për hir të Zotit, që ai i cili nuk më beson, ta bëjë provë këtë. Dhe do ta shoh nga përvoja sa me dobi është t'ja besosh veten këtij patriarku të lavdishëm dhe të jesh i devotshëm i tij. Duhet ta kenë për zemër sidomos njerëzit e lutjes, pasi nuk e di si mund të mendohet për mbretëreshën e engjëve dhe për vuajtjen e saj të madhe me Jezusin fëmijë, pa falendëruar Shenjë Jozefin që çe për ta një ndihmë madhe. Ai që nuk ka mësues prej të cilit të mësojë të lutet, ta marr për udhërrëfyes këtë shenjtë të lavdishëm dhe nuk do të gabojë. Shën Tereza, pra, i fton të gjithë dhe krishterët
që ta kenë Shenjë Jozefin fort për zemër, sidomos në lidhje me jetën e lutjes. Po, sepse ajo vetë kishte hasur shumë vështirësi në ecjen e vetë shpirtërore dhe me shumë vështirësi kishte gjetur njerëzit e cilët e ndihmonin në ecjen e saj të lutjes. Pra, edhe në këtë aspekt, pasi nuk gjente shumë mësuesit në tokë, në fund kërkoi njërin prej qiellit dhe gjeti Shenjë Jozefin, mësuesin e vërtetë të lutjes. Shenjë Jozefi është vërtet modeli dhe mësuesi i lutjes së prishterë, pasi ajo është sidomos një bisedim me Zotin në kërkim të asaj që ai don për të mirën tonë, si edhe për ta ruajtur praninë e Krishtit në jetën tonë. Po ta kuptoni mirë nevojën e madhe që kemi për këto udhëzime prej qiellit për hirin e Zotit, do të lutesh më shumë, pasi edhe sot Jezusi është në rrezik vdekjeje, në kuptim se mentaliteti i botës lufton kundër tij dhe don ta ashduk nga jeta jonë. Si të mos lutemi pra, që ta mbrojmë këtë prani shpëtimprurëse në jetën tonë? Si të mos lutemi për ta mbrojtur fjalën e mishëruar në zemrën tonë? Jo, Shenjtja Tereza nuk e kishte gabim. Vërtet, Shenjë Jozefi është mësuesi më i mirë i lutjes së vërtet. Pra, si na porosiste ajo, le ta marrim për mësues edhe ne. Dhe sigurisht do të shohim shpejt se si do të ecim përpara më mirë nga ana shpirtërore me këtë shenjtë të madh pranë nesh. O hyj gjithëpushtetshëm, ti ja besove rojes besnike të Shenjë Jozefit vetë fillesën e misterit të shëlbimit të njerëzve. Bej, po të lutemi, që me ndërmjetësinë e tij, kisha jote të roje vazhdimisht këtë mister e të angazhohet në plotësimin e tij, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Shenjë Jozefi lutu për ne.